Përshëndetje Arbërit dhe Drini. Sot dua t'ju tregoj një tregim për një vend të largët dhe shumë të veçantë, Shllafarin. Kur kam qenë e vogël, unë dhe babi juaj e kemi pëlqyer shumë këtë tregim. Dhe unë, me thënë vërtetën, habitesha se si mund të ekzistonte në botë një vend si Shllafaria. Edhe me mendjen time kam menduar, po ku do t'jetë vallë? Besoj që dikush e di se ku mund të ndodhet, por ata që e din janë të pakt dhe e mbajnë sekret vendodhjen si një thesar të çmuar. Megjithatë, unë do t'ju tregoj ato që di, ato që mbaj mend kur kam qenë e vogël. Diku në një vend të largët dhe të rrethuar nga uji i njelmët i detit, ndodhet një tokë e paanë e mbushur plot me mrekulli që quhet Shllafari. Gjatë gjithë kohës në Shllafari bredhin udhëve derkuc të pjekur me një thike një pirum të ngulur në kofsh dhe një pjatë ari që i varet në bisht. Në qiellin e Shllafarisë fluturojnë rosa, pata, mëdhenja, thellëza e fazan të pjekur dhe mjafton që ti t'i vësh syrin njërit dhe të zgjasësh pak dorën që të fluturojnë drejt teje. Atje nuk ka gure shkëmbinj, sepse vendin e tyre e kanë zënë format e djathit kaçkavall dhe djathit të bardhë. Në të dy anët e rrugës janë ngritur gjerdhe me mure petullash e ëmbëlsiras. Vetëm se duhet të bësh kujdes që të mos rrshkasësh nga shërbeti që është mjalt i ëmbël lulesh shumë ngjyrshe. Në strovkat e pemëve mjalti derdhet lum dhe bletët punëtore punojnë pa u lodhur, dhe ti mund të marrësh sa të doje bardha zemër, se bletët në Shllafari nuk kanë thumb. Pemët janë të mbushura plot e përplot me fruta që janë shumë herë më të mira dhe më të mëdha se frutat që njohim ne. Nëse këput një frut nga pema, për 5 minuta do të rritet një frut i ri, më i mirë se i pari. Burimet në Shllafari nuk janë vetëm me ujë, por me qumësh të bardhë që buron pa u ndalur. Në lëngje fruta shumë ngjyrsha, si një ylber, me verë të ëmbël dhe çfarëdo lloj pijesh që të shkon ndërmend. Rrugët e Shllafarisë janë të shtruara me pipra që ngjajnë si guralec të kristalt. Në shpatet e maleve të Shllafarisë nuk bie dëbor, por akullore me vanilje, duke i mbushur gropat plot e përplot me akullore ku mund të hash sa të ngopesh. Shiu i Shllafarisë nuk të lag, sepse në vend të tij bien një shi biskotash, bombonesh, pluhur kokosi ose fruta të thata që mbushin kudo fushat dhe lëndinat e Shllafarisë. Kur njerëzit notojnë në lum dhe nuk dinë të notojnë, mjafton që të thonë meze dhe mezet derdhen lum dhe ngrihen mbi ujë, duke mos lejuar që të mbytesh. Duke ecur rrugëve të fshatit në Shllafari, gjen tryeza të shtruara plot e përplot me gjellë të shishme, dhe sapo e zbras pjatën, ajo mbushet si më parë, thua se nuk e marr as edhe një lugë të vetme. Gjethet e pemëve në Shllafari janë jeshile, por nuk janë si gjethet që ne njohim, janë lek dhe kur zverdhen e bien në tokë, ato e shtrojnë tokën e Shllafarisë me një ngjyrë të artë. Dhe dheu nuk është i zi, siç e njohim ne, por prej floriri. Banorët e Shllafarisë nuk lodhen fare për ta mbledhur, po e lën aty. Ndërsa shtëpiat në Shllafari nuk ndërtohen me tulla, por nga blloqe çokoladash, ndërsa përllaç kanë çokoladë të shkrirë, ndërsa djegullat janë prej sheqerit të djegur. Xhamat në Shllafari janë prej gjelatine transparente, ndërsa kolltuqat dhe jastëkët mbushen me flokë sheqeri të butë të ëmbël, dhe kur ulesh atje të duket vetja sikur qëndron mbi re. Me që banorët e Shllafarisë nuk kanë nevojë të punojnë, ato dhe janë shumë të pasur, ato duhet të merren me diçka dhe gjëja vetme që bën është se ato lexojnë pafund.
Librat në shllaferi s'ka nevojë as t'i lexosh, se mjafton të hapësh pak kapakun dhe libri fillon të tregojë vetë historinë që ka të shkruar në të. Librat në shllaferi tregojnë histori nga më të bukurat që janë shkruar ndonjëherë. Të gjithë banorët e shllaferisë janë shumë të ditur, sepse e vetmja gjë që duhet të bëjnë ato është të dinë dhe të mësojnë sa më shumë gjëra. Jam e sigurt që shumë nga ju që mësuat kaq shumë gjëra rreth shllaferisë do të donit që të vinit sa më parë për t'i parë me sytë e juaj gjithë këto mrekulli. Por ka një kleçkë. Duhet që të shfletosh disa qitape të mëdhenj, të pyetësh qatipin e verbër aty pranë të tregojë rrugën. Duhet të dëgjosh fjalët e Mehmetit dhe të nisesh për krah me ulokun, dhe rrugës duhet të kalosh një mal plot me pilaf dhe të hash oriz aq sa të bëhesh spic. Mbase shllaferia është në ëndra, mbase shllaferia është në një lagje aty rreth lagjes tënde. Kudo që të jetë, shllaferia është si një copë parajse. Ekziston apo jo, duhet vetëm që ta besojmë me gjithë zemër.